Radio. Albania Radio. Jemi rikthyer Visian dhe jemi në pjesën e dytë, iku ora fluturoi. Një orë fluturoi. Jo vetëm mos dërhim valla në Kush më jep po? Është bërë një soj valla si Elona dur më futet direkt pa prezantim. Më falni. Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në Apçu sërish. Jemi tashmë në rubrikën Na plasi VIP-i. Edhe VIP-i. Jo, është ndryshe kjo rubrikë. Nuk i plas për VIP-in. Nuk i plas për VIP-at. Në mbrëmjen e sotme është ai Salsano Rapi. Sale, mirë se na erdhe në rubrikën Na plasi VIP-i pra. E keni me nivel shumë edhe DJ-ni, ka lënë vini të gjitha këto, ha? Sa i nuk i vë zakonisht, po ç'ne Kloj me duart rrugit e ti, s'ke duart rrugit. Vetëm vini. Kloj kishte që në fillim të këtij emisioni ka Vini po patur. del për sërsi Kloj që ta hap mikrofonin ndërkohë që ti je të fol për Ti je duke fshi hundët. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Shëndet të keni. Është kënaqësi të të kemi sonte në Hapçu, domethënë edhe gjithashtu unë do jem, ti do jesh, ne do i bëjmë to shkëmbime në emisionet e njëri tjetrit. Patjetër do bëjmë, po. E di sa interesante është që kur je në pozicionin e të ftuarit, po, është shumë interesant. Nga ajo gjëja, nga përgjegjësia që ke, edhe je rehat kështu. Je rehat, me thënë drejtën, dhe s'ke atë idenë që ç'a do them tani, ç'a do bëj, do presësh nga tjerët. Do pres nga tjerët. Tani Rri në pritje, rri në radhë tani. gjëja e parë që pastaj unë kam uq, nuk rri rradh. Jo, e pamundur. Ti e pamundur. gjëja e parë që duam dim për ty Salsano, jo vetëm ne, unë dhe Cupi, po gjithë njerëzit, ndoshta do ishte një kuriozitet interesant, kur ka lindur Salsano Rapi? Kur? Në Jo, e kam shumë interesant. Unë kam lindur 20 korrik të vitit? Qartë, Qartë, po, viti vështirë. Të vitit? 60 e ca vjeç. Wow. Po. Si pasave që thonë di moshën time. Tani Por de facto Mosha ime është në internet, mund ta gjej kush do, kështu që s'ka si problem. Po kam lindur dhe në pasaportë kam 11 korrik në fakt. 11 korrik. Por historikisht mamaja ka thënë ti ke lind 20, nuk e di kush ta ka shnuar 11. Se përdesë kam lindur kur atëre. Po pse është bër ky gabim, le ta themi? Mamaja për shkak nuk e di çfarë ka ndodhur? Po nuk e ka regjistruar mami, siç duket, nuk e di pse. Mami thoshte gjithmonë nuk e di pse. Se unë më mend ka qenë data 20, se e lidhte me një gjë ande nga çfarë ka ndodhur një gjë. Çfarë ka ndodhur kështu se 20 filani. Po tani ti kur e feston si përfundim? Unë e festoj 20. 20. Atëherë kur de facto është fat i madh se janë ditë me pushime. Pas ke ftuar. Sepse ditëlindja është një event që në përgjithësi njerëzit kanë qejf ta festojnë, unë jam nga ata që s'kam qejf ta festoj. Që ngezi puna ime. Po pse kështu? Pse kështu e ke këtë lloj ndjesie? Po di thonë që dy do gëzohesh që kalove edhe një vit, unë trishtohem që miku dhe një vit. Por shiko, në fakt nuk duhet parë në këtë sens. Mendimi ideja ditëlindjes është që është një ditë feste për faktin që është dita kur ti ke ardhur në jetë. Nuk ka të bëjë me faktin që po kalon dhe i vit. Pun ka 200 veta. Me festu që erdha unë jetë. Jo, dakor. Festimi është shumë individual. Ti mund ta festosh dhe vetëm me familjen, me kalamajt. Kështu kam qenë. Edhe është një festim shumë më i bukur se sa kur jam në shtëpi në 12 natës, kur kalon 12, i tek Raki Meriona. Super fare. Gëzuar. Ajo mendoj është më. Shkojmë ca puthje kështu gjëra, s'ka këto lloje. I shkëmbeni, ha? Shkëmbeni. Pastaj po vazhdoi. Me qerallafi Salsano, do të themi kuriozitet, sot është dita ndërkombëtare e qirit, pra e qiririt. E qiririt. Dhe thuhet që sot aty që digjet. Aty po që vjet flaka. Nëse sot ju i thoni qiri, ju të veriut. Po, kështu shkruaj qiri, po ne thashë ju të Pelenës. Qiri themi dhe ne. I bashkohemi këtu. Ne kemi theksin ke ia 2 qiri. Po, ne kemi dhe qiri dhe qiririt. Që ta kuptojnë domethënë. Për ta kuptuar gjithë zonat e tham. Atë Klo gjeti ka këngë flakët e qirit. Dëgjoj tash i vazhdimin sa. Dhe e bukur e kësaj dite sot është që për shemb nëse bën dashuri në ndritën e hënës, se sot hëna merr formën e qirit, pra qiririt për gjithë qytetarët. Dhe përveç kësaj duhet të jesh edhe me të mbathura. Kur e ndes qiririn, do të jesh vetëm me brek, siç e them ne popullor. Se ne intelektualët e themi të mbathura. Intelektualët thonë të mbathura. Dhe nëse bën dashuri
sot dhe e lëshon flakën Me gruan apo me tjetër? Me këtë çrënsi ka Jo, Jo, me e zgjedh veti. gruan. Po me të gruan. lutem me gruan pra. Pse me dashnorën del Jo, nuk tjetër? shuhet, se nuk del Po çfarë djali. ka, moj Jo. Cubi, edhe një herë, se nuk mase Se ti ka shumë kurioze. Mos e ndaj kot tani këtë gjë. Këto gjëra vdes. Mos e ndaj kot të gjë, se jep kot një nuancë se ka. Domethënë nëse bën dashuri sot, nuk ka rëndësi me kë dhe e lën brenda flakën e qiririt, del djalë. E sigurt kjo? E sigurt. Po. Po e mendon seriozisht. Jo, se kam i Po, shok që. dhe në fund Sale e fik flakën pasi domethënë është bër ajo flaka E fik pula, e qiririn. fik kështu domethënë qiririn, e lyen gishtin me Dhe e përshtyp, kap po atë? dhe e kap atë. Edhe bën ec. Edhe bën atë. Po. Është djalë. Është djalë. Kjo ndodh mbasi bën aktin apo para? Pasi Po pasi e bën aktin, Pasi e domethënë bën duhet ta dhe këtë. Apo shuash. gjatë aktit, ta fik Jo, me gjatë qiririn. aktit nuk. Por një ndër kriteria që unë se Unë që dija, ngatrova, po kujta Cubi, bezin të një një herë. ndër kriteria që unë se dija, po Cubi ma tha që duhet mashkulli që pra ashtu, duhet shoj hënën ndërkohë që Po. vepron. Duhet jetë poshtë mashkulli. Jo, mashkulli sipër. Po do të Sipër, kthehet Dhe kështu. të shoj hënën. E çoj Në hënë. Ndërsa balkon, femra tha duhet të Cubi. shikojë mashkullin. Inteligjenca artificiale kanë thjesht. Jo, ishte një kërkim shkencor, Cubi. Është kërkim shkencor, është Moj- kërkim. Keni filluar ta bëni shkencën për tele. Ishte kërkim Po ne kjo shkencor. shkencë na mban, O sale, po çuja kështu është, e ka burime. Ja, po të kishin ftuar para një 7-8 vjetësh sot do të kisha çun, nuk do kisha kohë. Po edhe sot nuk është vonë. Edhe Ja, sot. nuk kam, nuk ndryshoj Tani, Se më. me që se kalojmë jemi pra, statusin. jo, jemi pak tek familja Cubi, dhe ta- duat ta prek ikim- pak po, këtë okay. këtë temën. Gocat e tua tashmë janë të rritura. Pra, Pak a shumë. familja jote e ka marr formën. Ka marr formë që nuk qan njeri më natë. Pikërisht. Po, nga këto, po, janë Po. të vogla akoma, 9 edhe 7. Po nuk qaj njeri. Jo. Po, e keni menduar për shembull që Për të bërë një çun? mund të qaj një njeri diku aty rrotull. Never. Jo, domethënë. Wow. Jo, jo, I që nuk e prerë ke menduar, fare. e ke menduar, jo. Po se rrisë do të bëj pyetje ty pastaj. Ma bëj more, unë s'kam probleme fare, ti e Cubi di. po di, Cubi është gati gjej njërin t'ja fik qiriun sot ti thu. Unë s'kam probleme. Atëherë me letë me prem. Vetëm Po me djalë neve ti je. neve na konsideron kështu si baxhanekër, nuk na A quhen. nuk quhet. Ti nuk e do në fushën tonë fare, do në fushë tjetër, ë? Amano le të dalim, çfarë fushë të doj, vetëm le të dalim. Nëse për gjithë ata që po na ndjekin atëherë Po. u kuptua që ju e keni shpjeguar dhe më përpara, pavarësisht se unë po, nuk- po, po. nga që nuk më punon ai kasafon, çaj quhet radio makinës, Okej. se kam këto frekuencat tek edhe çifte që nuk më kapin. Ai Nuk ke di se makinë ç'kan. kanadeze, nuk e di. Kanadeze, po. Rregullohet, po do të vinë në ditën të rregulloj. Shumë. Okej. Kështu Edhe që, kështu. kështu që urime publicitet. Një sekond më. Pse më ç'a ndodhi? Po sa nesër sa nesër qiri Është pa mundur, Kloj Prita se s'të lë. nuk e la flakën e qirit brenda. Dhe kishte edhe me mua mbi të gjitha. Kthehemi pas Po kështu pak. ka një fjalë që thuhet gjatë kohës? Ja ta themi Jo, pas pak, ta themi. Pas e fikun qiriu. Ta them unë pastaj. Ka? Ja, zëmër është. Të nga qiriri në zëmër. Jemi rikthyer të dashur miq, po dëgjoni emisionin Hap Çu në Top Albania Radio, jemi në rubrikën Na plasi VIP dhe sot na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij. Jo vetëm kolegu i radios, por gjithashtu kolegu i Portokallis, prezantuesi i Portokallis, gjithashtu artisti i vjetër. Artisti Që do të iqi tash. e kaq bëmave skenike që sot vjen. Se jam kurioz. Gjithmonë më i freskët dhe nuk e di, do ta pyes tani, domethënë si ka mundësi Kur do ta që lësh ai- unë? Ai, jo. Çaha. Ore çaha që e ka që freskët sti, çaha. Që vetëm Ona rinohet. flak në qiriu. Po nuk të Ti e djeg jep fare. flakën, o e jep, nuk e Nuk të ha. djeg. Se nuk ty. ha flaka? Jo, ja jep tjetrës. Ja, nuk çfarë ta ka se imja, ë? Po zjarri është jot, jo, ti e ndez. Po ka andi. dhe meshkuj që han flakën. Patjetër, respekt për ata se be han për vetë. Respekt. Prandaj borin pa ngrënë. Prandaj shumica grave na ka ngel beqo. Me gojë hapur. Tani dashur Salsano të bëhemi pak serioz Po, sepse patjetër. Po. përpos humorit normalisht është kënaqësi që të kemi sot këtu. Kënaqësia është e gjitha ime. Diskutojmë dhe gjëra serioze. Edhe Cubi. Dhe Faleminderit. tani duke qenë se ti normalisht i ke thënë gjitha ndër vite. E kupton? Po. Je intervistuar pafund. Pyetje ndoshta pyetje që s'ti kanë bërë ndonjëherë është Salsano e mendon nëse të vjen një propozim nga një parti politike, do ta shikoje seriozisht bëhesh pjesë e një partie politike?
As e kam menduar dhe as kam në ndjesi që të kem një këndvështrim për jetën në të ardhmen politik për shembull. E para punës një që nuk më pëlqen kjo gjëja. S'të pëlqen Dhe politika. dyta kam përshtypjen që unë jam nga ato njerëz që nëse them një gjë, duhet ta mbaj. Ose mbajta nuk më zgjumi. Kështu që Kështu që nuk besoj se bën për politika. Sa ata s'kan cip fare të japi fjalën edhe. E vërtet është kjo dhe Ka politikanë që janë të ndershëm, të mirë, që mbajnë që premtimet që bëjnë, por janë në të përgjithësi nuk janë shumë pakët. Po mos thon me kokra. Salzano, jemi në vitin 2025. Domethënë kanë kaluar deri tani 4 Big Brother VIP të suksesshëm, le të themi. Një personazh si ti mund të ishte ndoshta një intrigë fantastike, por edhe një fitues absolut. A e shikon veten fitues? Po. Në këndvështrimin ton po? Po, realisht ta them. A e shikon veten si një domethënë një eksperiencë që ndoshta do doje ta provoje. Dgjoj, në fakt unë kur shoh Big Brotherin është shumë tunduese. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Sidomos kur aty bëhet një debat ose shumë debate që bëjnë ata, që ti ide për të reaguar. Do të reagosh. Po. Dhe kjo është që ti isha unë aty, se si do t'i thosha Cubit apo Vizianit. E vërtet është. Por në përgjithësi unë nuk ri dot izoluar jo njerë, po dhe larg njerëzve të dashur të mi, qoftë familjen, po qoftë dhe miqësisë time që kam. Unë kam një ritual një jetë shumë të mirë që ma mbushin jetën me gëzim, përveç edhe hallave që kemi. Po, normal. Por plus që po hyr aty brenda ços llomotisi njerëzit për jashtë. Filloi fantazit ti kur nuk je, se nuk llomotisi njerëzit. Ato vazhdojnë 4 muaj, sa dalësh ti është bërë. Sa të sqarosh ato gjëra. Ata që reagojnë që kur je në kokë. Mirë, megjithatë Bigu është një gjë shumë e mirë sepse njerëzit ty të shohin ndryshe, ndërsa ne në fakt që punojmë aty, kemi parë një Salsano komplet ndryshe. Gjithë kurioziteti ky është që si të shohësh Visian ose Cubi në një situatë të re. Edhe se prandaj këto pyetje që bëjnë njerëzit që për sa i përket njerëzve që jemi publik, ne që jemi njerëz publik, duan ndinë më shumë ja kurioziteti i njerëzve, se prandaj funksionojnë këto gjëra. Për shkak kuriozitetit, por është shumë interesante që ne ta shohim këndvështrim tjetër, madje mbaj mend dikur në një emision në Top gjithmonë që na ftonin. Po. Hajde bëjnë një batuta atje se bën edhe një herë, 2 herë, 3 herë, edhe u detyrova i thash dikujt që ore ju mendoni që ne nuk kemi njerëz ne jemi vetëm ata klounët me atë hundën e kuqe që do bëjmë në batut për të kryer atmosferën. Se din flasim edhe ne për politikën, ti flasim edhe ne për ku diun për psikologjinë, për madje aktorët janë qenie që din flasin më shumë nga të tjerët për tema ndryshme, sepse për shkak profesionit janë detyruar të kenë informacion në shumë fusha të shoqërisë. Përveç kësaj, po ka njerëz që ti mund të kesh një pasion që të tjerë nuk e din, ti mund teknologjinë ti njeh shumë mirë për shembull, kështu që ke një po themi talent që nuk e di dikush tjetër. Po me qemi te pasioni, çfarë pasioni ke ti, Sala? Pasionet un kam pas shumë tash, një pasion kam që të dal pension, pension që të dal pension. Jo, që seriozisht, që këndon edhe publiku e di. Po. Un pasionet mia artistike i kam pasur të hershme. Jam një nga mund të them veçantë kur ka qenë Shtëpitë e Pionerit dikur në para 90-s, që ishim fëmijë. Shtëpitë e Pionerit kanë qenë vërtet shumë institucione shumë të mira për të zbuluar talente edhe të bukura, e vërtet. Sepse shumë fëmijë shkonin atje se ne s'kem çfarë bëjmë, odorozi me karroca, me kuzhineta. Edhe shumë talente në fakt andaj kanë dalë, po. Ande, po, shumica. Edhe un provova shumë vegla muzikore. Domethënë kam arritur të bie violinës të luaj koncertin e parë për violinë që është Ridingu, që e njohin gjithë ata që kanë marrë violinë ose Shiko. Wow, Sala me violinë. Me violinë, po koncertin e parë për violinë. Se e pak qafën lutem. Po më nema si ekstremo tu. E ke shenjën e parë. Atë shenjën e violinë. Se po ta kisha shenjë, do isha justifikuar shumë mirë. Kam qenë në zona se po kafshok temi budallaqe. Kam pas një lëndë frymore që quhej Flikorno, që siç është eri si ka djali i orkestrës son, ai që ka tash ti. Ja rrova emrin. Pse miku dhe mua. Okej. Eri apo jo? Ai që rrin cep fare Cubi. Po, okej, po nuk. Ajo është Flikorno. Okej. M'duket se pozicioni kështu është. Kam qenë kitar, kam qenë fizarmonik.
Shishi. Kam qenë në kor, vetëm në qëndisje nuk isha se Edhe në pundore. Imagjino sa Pundore, tu do qëndisje pra, nuk ishte. tu qen. Tu bë centro. Po di sa fëmijë kishte që mësonin, zakonisht gocë mësonin qëndisje. Goca po çuna? Çunat jo, s'kishte, nuk ka pas çuna. Po dhe ka pas, nuk ka pas dhe çuna. Ka pas shumë Nuk pak. e mbaj mend unë, ke berzi i mjojer. Kështu që unë i provova të gjitha këto gjëra, pavarësisht se qefi është që isha çik i rumujshëm. Isha ishe tendenca e humorit, domethënë ishte që atëherë. Çik mi stres. Kam kënduar në festivalet e Cerrikut, atëherë ku kam lindur dhe am rritur. Kam marrë edhe çmim të parë në festival. Po jashtë Cerrikut ke kënduar në festivale tjera? Jo. Ke ardh gjë këtë nga Këtë nga Tirana. Këtë nga Tirana nuk i afruar Tiranë fare. në 2002 kur kam marrë një herë me Zratën e Elbasanit se ata i mungonte një kitarist bas. Ishin të regjistruara, po unë i bëja kod, jo. Televizë kishtat. Tani sa Televizë kishtat. shumë njerëz dhe sigurisht publiku prej vitesh të një Po kam dashur të bëhem balerin. Po kjo ka qenë pasion. Po. Dhe të simpatizon si aktor prej vitesh të një të ka pëlqyer dhe është kjo edhe arsyeja pse ti vazhdon të jesh pjesë e ekranit sepse ke një publik që do dhe të ndjek. Por ajo që shumë pak njerëz e njohin Salsanon si baba. Edhe unë që të njoh domethënë në këto pak vite që të njoh e di që i prind fantastik dhe i përkushtuar dhe sigurisht që vajzat vajzat janë dobësi për baballarët, por si është ti je baba Salsano, si e përjeton ti dhe si janë gocat e tua në raport me ty? Baba gocash. Ka çfarë ka tani se shohin dhe në internet për shembull mënyra si do të sillet një baba apo një mama apo çfarë duhet i thuash fëmijës. Ka shumë, domethënë prindërimi është një nga gjërat më të vështira në jetë. E vërtet. Unë mundohem të jem një baba i mirë, mundohem, sigurisht, se mos marrëdhënien edhe çuna po të kisha, po marrëdhënien me vajzat është pak më është më ngrohtë me baballarët. E vërtet. Gjithmonë prindrit kanë një raport midis tyre ku dikush do bëhet më i butë, dikush do jetë më i egër në kuptimin e mirë të fjalës. Të disiplinimit dhe më disiplinuar dhe më toleranti, domethënë. Edhe zakonisht mamat janë ato që bëjnë, siç ka qenë dhe mamaja ime, unë gjithmonë s'maj mend babit këtë bërtit në herë. Në fakt, mami bënte vinte rregulli në shtëpi. Po gjithsesi babi loste me ne. Kështu që është një raport shumë i vështirë, shumë i çdo ditë i përballesh me çdo minutë, çdo sekondë me një situatë të re që ti duhet ta zgjidhësh për pak kohë, për pak sekonda. Mund të bësh dhe i gabim me mënyrën se si reagon kur fëmia kërkon një gjë ti nuk duhet ta japësh, apo bëre miq që si ja dhe, apo bëre miq që nuk ja premtove ose ja premtove dhe nuk ja dhe. Domethënë është një luftë e përhershme, por gjithsesi mendoj që deri tani je mirë. Jam mirë si baba, sepse kam dhe këtë pjesën e argëtimit, unë los me vajzat shumë. Është gjë shumë e mirë, shumë e rëndësishme për fëmijët. Pikërisht tek kjo pjesa e argëtimit, sepse ti ke dhe një agjendë të ngjeshur ditore, po themi, puna, prova, takime, gjërat e tjera. Domethënë, si organizon që ti të thuash që këtë kohë unë e kam vetëm për gocat? Organizimi është mundosh që atë pa kohë që ke për shembull në drek, mundosh vish kur vjen vonë ndar nga puna nuk mund të rinë zgjuar ato që të kanë orar që do të flen. Se nuk është se los për ditë, po. Kur gjej kohë, po është shumë mirë sepse un kam dhe vjerrën afër, ajo i mban se kur e rrit gjyshja fëmijët është shumë mirë se sa një dado ti duhet të paguash. Patjetër. Kështu që lagja ime është lagje shumë e mirë se nga që kanë shumë çifte të reja, janë fëmijë të vegjël, ka shumë fëmijë të vegjël. Edhe kanë sidomos vajza, edhe pallati im është vetëm me vajza, çuna janë trallë çunat. Ne kanë gjithë vajza. Edhe me sa pash një statistikë raporti ka filluar 97 me 100. Domethënë po, ka më tepër lindje e gocash. Po, dhe tani në këtë aktualisht jemi në 100 vajza, 97 janë djem. Domethënë në 200 veta si bie, kështu i bie. Po, e kuptoj. 3 më shumë femra janë gjithmonë. I bie si e bie, janë goxha femra më shumë. Janë. Tani një pyetje, gocat janë akoma të vogla, po ke vënë re ndonjë talent ose një hobi, një pasion që kanë ato tani, që ndoshta mund thuash me plot gojë që kjo më ngjan mua dhe goca e madhe ndoshta i ngjan mamit ose. Se në fakt e bukur, kush anon më shumë nga ty nga gocat? Ju jeni të dy në të njëjtin profesion, pra le ta themi. Sido që t'jetë dikujt i ngjan në fëmijë. Kjo është evidente se janë bërë me frymën e shenjtë. Jo, në talent. Po, në talent. Sepse kur lindi goca madhe, në fakt, unë gjithmonë e kam pas humorin e zi. Dhe më dukesh me ca sy të ngritur goca, kështu si kineze. Qofte edhe shumë e bukur ishte. Edhe thosha unë s'm ngjan fare. Po pres për ditë të shoh në një që ngjan, këtu nga komshit.
Edhe do të thoshte idiot. Ti sa herë që kaloj ty pa komshin në sy. Ty pa komshin në sy kush i ka Kjo si batute Marinit. Se Marini ka këto pe. E madhja Margi ngjan më shumë me Erionën në pamje. Po. E vogla është më shumë këtej nga ne, do të thonë si mbesa ime, si goca mondit. E përshëndesim. Kur ka qenë e vogël, fiks fare pothuajse. Po në karaktere? Kurse në karakter ashtu është, Margi është më ndjeshme si Eriona, është kurse kjo është më kokdare, më ngacmuese, siç jam unë ngacmuese. Do të thonë i kemi ndar. Për talente, Margi është talent në muzikë, është muzikë, kurse kjo është çik më kështu, më ka grimasa, ka kështu, është më plastike. Të ken Sale shëndet dhe jetë gjithmonë. Faleminderit Tani një përshëndetje vetëm për ty, sepse e meriton publicitet.